Salam aleikum. Nëse thot ki halle, edhe bën llaf me nanën, motrën, edhe i tregon çka ke. A konsiderohet kjo njëjtë si kur me u anku? Jo, nuk konsiderohet njëjtë. Lejohet t'ja tregosh hallet nënës, motrës, edhe njerëzve që ta duan të mirën, edhe që kanë mundësi me të këshillu diçka ose me të ndihmu. Edhe nëse nuk ndihmojnë asgjë, mjafton që me u shpreh njëri me nxjerr atë që ka brenda vetes vet. Ankesë i bëhet vetëm Allahut. Lutje i bëhet vetëm Allahut. Me shpresu, me majtë ymyt veç prej Allahut. Por të tregosh këtyre edhe ti konsiderosh normal si njerëz, jo me mendu që e ti nuk e bën një gjë të tillë, sa ata janë zota dhe ata mund me ndihmu, ti nuk e bën këtë ankesë te ta, me këtë qëllim. Pra, ankesat të cilat kanë brenda vetes dua, mbështetje, shpresë, i bën vetëm Allahut. Kurse me tregu rastin, që edhe më shfry pak, edhe me ta ditë hallin, nana, motra, edhe pse u me marrë ndonjë mendim prej tyne, është e lejuar t'ja bësh këtë gjë pra me antartë, ta bësh këtë gjë me antartë e familjes.